paragliding, sport, fluturim me vel, ishin këto pamjet e asaj çfarë ju ndoqet tani nga një material i shkurtër dhe për të dhënë një ide mbi temën që do trajtojmë tani në Vila 24. Kam të ftuar në studio Julian Bejko, organizator pilot. Përshëndetje Julian. Dhe mirë se erdhe, dhe ndërkohë kemi dhe një student në studio në Vilës 24, i cili ka hobi pikërisht këtë sport dhe merret me këtë sport edhe pse je akoma në stadet për të ngritur. Po Glen Gjafaj. Glen, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Aero Club Albania është klubi i cili do të organizojë Klubi i cili organizon një event që i cili vjen për herë të parë në Shqipëri dhe në gjithë Ballkanin, rajonin e Ballkanit, që pat inserti bëhet fjalë për sportin paragliding që thënë me drejt ju, por disiplina e cila do të zhvillohet në Pogradec quhet akrobatik. Pra, është niveli më i lartë i këtij sporti që konsiston në bërjen e disa figurave, manovrave ekstreme. Pra ngjan pak me atë baletin. Që ti marrim me radhë. Aero Club Albania do të organizojë këtë aktivitet në fundjavë, në datën 4 dhe 5 këtë fundjavë. Pikërisht, do të jetë që në mëngjes, besoj në orët e para duke pritur dhe kushtet. Po, patjetër, deri mbasdite. Gjatë gjithë ditës. Më pas do jetë një uri që do përcaktojë kush treshen 3 pilotët më të mirë. Po ky do të jetë si një çmim simbolik për caktimin, pasi nuk është një konkurim. Jo, nuk është një shfaqje, është një show, është një festival akrobatik ku prezantohet pikërisht ky lloj sporti, ky lloj discipline në fakt në Shqipëri. Për kohën njëkohësisht me vjen për herë të parë pikërisht akrobacia. Dhe janë pilotët më të mirë të botës. Dhe në mos gabojmë kjo lista që po ndiqim tani në ekran është me emrat e pilotëve. Është Aleksandra Grillmeier gjithashtu, e cila është kampione bote nga femrat. Që do të vi. Që do të vi. Dhe do të jetë pjesëmarrëse. Sigurisht. Gjitha janë në 10-15 më të mirët në botë. Janë profesionistë, jetojnë fakt i sportit, si më thënë. Hera e parë që organizohet ky aktivitet nga klubi juaj në rang jo vetëm shqiptar. Po. Prandaj do të ketë pjesëmarrje nga Ballkani dhe në mos gaboj më e mira e botës që do të vi ka dhe janë francez, austriak, kryesisht don pilotë. Pse vendoset ta organizoni këtë aktivitet? Se s'kishte ndodhur asnjëherë në Shqipëri, themi drejtën, siç është. E dyta sepse ne vetimi të orientuar drejt kësaj lloj disipline, për akrobacive ajrore. Së treti sepse kemi patur një eksperiencë vitet e kaluara duke marrë pjesë në kampionatet botërore që bëhen në Austri, në Francë, në Turqi dhe kemi parë atje që është mënyra më e mirë për të promovuar turizmin në fakt. Dhe kjo bëhet afër në brendësi të qytetit, promovon qytetin, në Pogradec të fundjavë hapet fillon sezoni i turizmit. Kështu që është një mënyrë për të hapur në mënyrë shumë dimensionale, si më thënë. Është një shfaqje e jashtëzakonshme. Po mirë, paragliding është një sport, po them paragliding, fluturimi me vel, i cili ndoshta nuk njihet shumë në Shqipëri. Kam përshtypjen që ju të gjithë e dinë se çfarë është ky sport, edhe pse nuk është sport i ri. Ka më thep 20 vjet në Europë dhe 15 vjet gati në Shqipëri që është. Shqipëria është vendi ideal për këtë sport sepse ka male, ka lartësi për të hedhur, për të ulur poshtë në plazh. Mes tjerave, klima është gjatë gjithë vitit është kohë e mirë, si me thënë, është diell. Çështja është që deri tani ky lloj sporti nuk është përhapur shumë, për arsye nga më ndryshe që s'ia vlen të diskutojmë këtu. Dhe kjo është arsye për në tepër pse ne jemi një grup miq dhe kemi hapur një shkollë fluturimi. Jemi të vetmi për të dhënë licenca fluturimi nga një shkollë internacionale në Zvicër. Pavarësisht se ska ligj. Ska ligj në Shqipëri, domthonë për këtë sport. A njihet nga Federata Shqiptare e Sporteve? E qartë. Në sport nuk ka si gjorë që merret me regularizimin e këtij sporti. Megjithatë, më vjen mirë që ju keni marrë këtë iniciativë në fakt dhe bashkëpunim me Bashkinë e Pogradecit. Jashtëzakonisht shumë, si më thënë, pa ata nuk do e dilin dot. E qartë. Pse zgjodhët Pogradecin dhe pse pranë liçenit? Pogradeci sepse është qytet, domthonë njerëzit janë atje. Mund ta bësh edhe më të mali, po për kafshëve që do rinë në gojë hap, domthonë. Janë njerëzit e para, është infrastruktura e gatshme. E dyta punë është vështirësia e kësaj disipline. Është aq e madhe sa që mund të shkojnë pilotët mund të bëjnë parashutë emergjencë, mund të hapin emergjencën në rast se diçka shumë keq. Dhe do të jetë ujë sepse në ujë ulja është më e butë. Më pas janë 2 skafe të cilët merren me rekuperimin e pilotëve dhe nxjerrin në breks. Domethënë liçeni është një kusht, le të themi, i domosdoshëm edhe për të patur garancinë e jetës nëse diçka shkon. Uji është i ëmbël, domethënë pajisjet nuk dëmtohen nga uji me krip. Përgjithsisht është qetë, nuk ka dallg, kështu që ne i marrim një ngrem me varg, me një motoskaf. Dhe është më garantësinë 700 metra, ata xhanxhohen, heqin fijen
shkëputën dhe fillojnë manovrat akrobatike që zjasin rreth 2 minuta për çdo pilot. Në manovrat akrobatike që do të jenë pikërisht në fundjavë në aktivitetin që ju organizoni, të gjithë pjesëmarrësit janë profesionistë? Po, ata jetojnë me këtë sport, janë si profesionistë të çdo fushë, siç është një mendimtar në fushën e tij, siç është një shkencëtar, siç është një mjek, siç është një pilot i Formula 1-s, një futbollist, ata bëjnë rreth 1000 orë fluturimin në vit. Ne fluturojmë çdo fundjavë në Shqipëri dhe bëjmë rreth 40 orë, 50 orë. Ku qëndron adrenalina e bukur e këtij sporti? Tani ka dy lloje adrenalinash. Për pilotin, e parë nga piloti, koha ndalon. Në momentin kur ti je duke bërë manovrat, gjithçka stopon. Gjithë përqendrimi, gjithë vëmendja jote është aty. Dhe gjithçka luhet në rangun e sekondave, të milimetrave, nëse të rreq një komandë më shpejt, mund të hysh një situatë shumë të vështirë nëse bën aplikon manovrën pak më ngadalë, mund ndodhë njëjta gjë. Pra ata janë vazhdimisht përqendruar atje, një natë përpara flenë 8-9 orë gjumë, nuk konsumojnë alkool, pra bën një jetë. Ka një regjim absolut. Patjetër. Janë aq sa adoleshent në disa aspekte të tjera, aq dhe skrupulozë profesionist me këtë gjë. Duhet të ketë një përqendrim të madh psikologjik, ndoshta edhe duhet të shkojnë rrahjet e zemrës dhe adrenalina, megjithatë ata janë shumë të akullt. Ai duhet të kontrollojë gjithçka. Kurse parë nga spektatorët, pastaj është një gjë që unë kur kam parë për të parë, kam thënë, pasi isha 3 vjet që fluturoj vetë, thash, ma drejt që ne s'fluturon kemi, ne rikemi thjesht në ajër, pluskojmë në ajër. Sepse shohësh domosdoshmë që ti mund ta sillësh velën poshtë, mund të rrotullohesh me 200 km/h, mund të vish ti mbi velën dhe vela mbi ty vazhdimisht, mund të rrotullohesh, mund të bësh manovra nga më të ndryshme, mund të ulesh në ujë me 100 km/h dhe të prekësh me velë ujin, sipërfaqen e ujit. Të gjitha akrobacitë që do të realizojnë janë individuale? Janë individuale, por kemi menduar që të dielën të bëjmë dhe sinkro, pra të ngrem 2 pilotë njëkohësisht në ajër me kavo, dhe ata fillojnë fërkohen me njëri tjetrin në ajër. Domethënë nga ty mlonset edhe gjurmë ty mlonset në ajër për të lënë. Besoj që po ja ngacmojmë edhe me pamjen që ndiqet në ekran, po ja ngacmojmë të gjithë fantazinë dhe dëshirën pse jo për të qenë pjesë e kësaj eksperience që me vjen për herë të parë në Shqipëri dhe do të ishte mirë mos ta humbnim. Unë shpresoj që mos të jetë hera e parë dhe vetme, por të vijoni me këtë aktivitet dhe ndoshta pse jo të gjeni përkrahje më të gjerë për ta realizuar më së miri edhe me pjesëmarrësit ndërkombëtar që vinë dhe bëhen pjesë e këtij aktiviteti. Por për të rikthyer sërish pak më pas tek aktiviteti, Glen, pse vendose ti të jesh pjesë e këtij sporti? Ishte thjesht një hobi që të ngacmoje pe diku? E para punës kam një shtys shumë të madhe nga i matë. Pse nga familja, do me thënë? Po, një shtys jo fort e madhe që në fillim, do me thënë, duke pasur parasysh vështirësit, rreziqet. Erdhi koha që u ngrohën gjërat dhe tani jemi gati. Ti e këtë arsyeshme që të filloje të merre instruksionet e para, ndërkohë, sa kohë do t'i duhet Glenit deri tek stadi i pilotit, nëse është ky stadi final? Kursi zgjat rreth një javë. Dhe ju po të filloni sot, javës tjetër jeni gati të fluturoni solo vetëm. Fantastike, shtyp aktivitete për javës tjetër që t'jem dhe Nuk bëj ishte keq. Kështu që bëhet një pjesë praktike nga liçeni, praktikohet sporti në tokë, si më thënë. Dhe në momentin që ti je gati për të mbajtur velën në kokë, okej. Sigurisht që herën e parë nga mali bën një fluturim dysh, si pasagjere, ku të shpjegohen procedura uljes, çfarë do të bësh, çfarë nuk do të bësh. Dhe më pas je shumë e aftë që të fluturosh vetëm. Edhe pse asistenca avion që ti aty gjithmonë. Vazhdimisht ke një instruktor që fluturon krah me ty, i lidhur me radio, me 2 radio madje, që çfarëdo që ndodh, thuhet. Ka një trajektore në ajër që duhet të zbatohet rigorozisht? Ka procedura, për shembull, kur fluturohet me njerëz, si punë e qarkullimit rrugor, që ai që fluturon në anë të malit ka prioritetin. Kështu që ai që vjen përballë, që ka majt as malin, duhet i hap krahun këtij. E njëjta gjë kur fluturohet në termik janë këto rrymat këto rreth e bardhë që formohen pas shiut. Ato kanë një aftësi thithse. Kështu që mund të të ngrenë dhe të shkon aty poshtë, dhe jo, dhe fiton lartësi. Dhe kjo është disiplinë që quhet cross country, që bën mund të bësh me 100 kilometra në ditë. Unë para 2 muajsh mbledh jam nis nga Dajti, nga teleferiku dhe mbulur në Skënderbej. Vetëm 1 orë gjys. E qartë, ishte e lehtë domethënë që të qëndroje. Po e lehtë jo, po. Duhet vetëm era e ndihmon velën që të shkojë përpara, apo ka një mekanizëm që motor? Vela fluturon vetë. Do bën ajo që jep shpejtësi velës, që bën të fluturojë shpesh e trupit njeriu. Pra ka një profil të caktuar, në cilat ti duke i peshuar, ajo vazhdon fluturon. Por ti mund të hysh në një zonë ku ka rrymë ngjitse për shembull. Ajri ngrohtë që ngjitet lart. Dhe duke hyrë aty brenda ti fillon bën rraf, derisa fillon dhe fiton lartësi. Duke fituar lartësi ti kryen një distancë tjetër. Vazhdimisht vela bie. Nëse janë kushtet
ku nuk ka as influencë termike, as urimë ngjitse, pra kushtet qendra le të themi, kështu siç do fluturohet ti për herë të parë, vela bie vazhdimisht ulet me 1.1-1.2 metra në sekond. Dhe ecën para, le të themi në 1 metër rënje, bën 8 metra para. E qartë, kështu që Nëse ti është një nisësh në një trajtori vend 1 pjerrët. metra, le të themi që bën 8 kilometra në kushte ideale para. Glen, si ishte për ty momenti i parë? Besoj ke fluturuar në ajër. Po, Si ishte? ishte pak frikë në fillim. Pastaj u qetësua gjithçka ishte. Ka një moment besoj që shkëputesh, kur je ende në tokë, Lëviz këmbët kodë, do të lëvizësh këmbët edhe pastaj je ndjen në që ajër. je në ajër. Hypo në karrike dhe vetëm shijon pastaj çfarë ka rrotull. Këtë erën që të fryn përballë, domethënë. Momenti magjik për mua është ai momenti kur nisesh me vrap, sepse duhet vraposh një moment derisa velat ngrihen mbi kokë dhe kur shkëputesh, kur shef hijen tënde që largohet malit. Pse futesh se dilet është shumë komode, domethënë ti kthe kokën dhe shef trupin tënd dhe poshtë. Ka shqiponje her pas here, skifteri që vjen vërdallë që fluturojnë 2-3 metra. Kjo është lajm i mirë. Jo, ai që mirë sepse ndonjëherë ata mund ta sulmojnë. Janë pjesë e rrezikut. Mirë, meqense jemi te rreziku, përveç zogjve, siç po thuaj që mund të jenë sigurisht problem në ajër. Rreziqet e tjera mund të jenë që rreziqet e tjera vinë me gjitha nga njeriu. Nëse ti nuk respekton përveç praktikës, ke një kurs teorie. Blendi për shkak njeh shumë mirë teorinë për shkak të teatrit, i cili është pilot profesionist helikopterit në Shqipëri. domethënë ky ka qenë ngacmimi që ka ardhur nga familja, dëshira jote për të qenë pjesë e këtij sporti. Por duke qenë se helikopteri është pak i shtrenjtë për ta përdorur si mjet, pajisjet tona janë 15 kg, ti hap një vend, lëshohesh pas e problemi. Kështu që rreziku vjen nga njeriu, nga ne. Nëse ti e vë vet nuk merr parasysh kushtet meteorologjike, drejtimin e erës, sa e fortë është era. Nëse shkon dhe i bën pak gjëra në mënyrë egoiste, duke thënë që unë jam trim, Nuk ka trimëri, besoj. Domthonë pilotët më sigurt janë ata që kjo vlen vetëm për ne, por pilotët e avionit, për gjithçka janë ata që janë njerëz që kanë kurajo, por kurajo nuk egzagjerojnë, si më. Jo vetë besim të tepruar. Vazhdimisht ata janë brenda procedurës. Ç'është që ti zot kalosh asnjëherë nuk do dalësh jashtë procedurës. Përveç procedurës teknike, jam kurioze për atë procedurën me veten. Është për mua domthonë mendoj që është terapia më e mirë për një fundjavë, çdo fundjavë le të themi, për të dalë çik nga stresi, nga rutina e jetës përditshme, nga puna, nga pluri. Glen, do të jetë hobi për ty, do të vijoj në formën e një hobi që ti do ta ushtrosh këtë sport, do t'i japësh pak nga koha jote, pse besoj je akoma duke ndjekur studimet edhe duhet të gjesh pak kohë. Është fundi i studimeve tani. Pjesa më e madhe duhet të dedikohet ajrit. Kjo është ndër të para, domethënë. Ke menduar që ta vazhdosh këtë hobi deri në trajtën e një profesioni dhe ndoshta ta afirmohesh dhe ti pastaj për kompeticione. Dy profesione nuk janë keq. Jo, në fakt nuk janë fare keq, sidomos në kushtet e sotme. Do të ishte mirë të kishim jo 2, po ndoshta edhe më shumë se 2. Unë të përgëzoj me gjithashtu si shte vjen disi nga familja jote, por ja akoma në stadiet e fillimit ke punë për të bërë deri tek akrobacit që janë niveli më i lartë i paragliding. Ndërkohë, si do t'jen këto akrobaci? Ka një para skicim, le themi, të gjithë pilotët? Do nisë njëri pas tjetrit, kuptohet, do bëhet ceremonia hapjes, më nuk do jemi vetëm ne atje, do ketë tregtarë që do të njerëz, infrastrukturë që do të tregtojnë gjëra të ndryshme, për fëmijë do ketë muzikë. Do të jetë një aktivitet i gjerë, i plot. Patjetër, domthonë edhe kjo në mes do ketë njerëz që do lanë shërbime të ndryshme. Unë do komentoj njëkohësisht gjatë kompeticionit figurat, sepse emrat e tyre janë në shqip. Publiku si ka parë ndonjëherë, kështu që nevojshme që publiku, njerëzit që do jenë atje me kokën lart të kuptojnë se çfarë është duke bërë piloti, se çfarë është e durë, dhe çfarë është e gabuar, se çfarë je rrezikoi në këtë rast. Pra do merrem përveç se do fluturoj vetë, do bëj dhe komentimin e pilotit. Do nisë njërin pas tjetrit me intervale ku dëgjon 10 minuta nga njëri te tjetri. Janë shumë pjesëmarrës nga Shqipëria? Në Shqipëri jemi 3. Është Orlando Rozhani që është piloti i parë akro në Shqipëri. Piloti i parë akrobatik. I vetmi. Unë jam akoma fillesa ditë bëj vetëm një figurë. Domethënë një moment, figurat mësohen një nga një. Po. Nuk ka që ti shkon në ajër dhe fantazon. Secila ka një logjik të vetën, domethënë ka një vështirësi të caktuar. Figurat ndahen në figura dinamike që kanë dinamizëm, që kanë shpejtësi dhe figura statike. Më të vështira janë statike, kuptohet. Dohen precizion shumë të madh, të luhet gjithçka në rreth milimetra. Nëse shkon diçka keq, do të hapësh më njëherë, janë parashut emergjenci kemi poshtë shkonve këtu te sedila, do ta kapësh edhe dorezën, ta flakësh, që të hapësh emergjencën sepse mund të shkojë situata, mund të shkojë shumë me rrezik, si më thon.
E qartë, mund të rrezikohet deri jeta, ma mirëmendje Kështu që prandaj do një lloj ftohtësie. Domethënë, në jetën e përditshme mund të jemi njerëz të ankthshëm, por atje ti haron të gjitha. Duhet të jesh i qetë, i përshëndruar në atë që po bën. Ti harosh të gjitha. Pasi vjen ti dhe ajri pastaj. Në pikpamje emotive domethënë është një gjë e jashtëzakonshme. Ka ndodhur ndonjëherë që ti jesh në ajër edhe mos të kesh qenë aq i përqendruar? Jo. Se ke marrë asnjëherë iniciative nëse nuk je ndjer i sigurt. Nuk ka arsye që ti të fluturosh nëse ke një shqetësim. Sa akrobaci do të jenë përafërsisht në të gjithë, në total numër pjesëmarrësve? 14-15 pilot në total, bashkë Të me 3 gjithë do të shqiptarë. realizojnë edhe akrobaci? Të gjithë, pothuajse të gjithë. Kështu do të jetë një aktivitet që do të zgjasë shumë sa mund Do zgjasë. zgjasim, le të themi nëse kushtet janë ideale siç parashikohet motet deri tani, i bie që filloj rreth orës 10 dhe gjysmë mëngjes. Mund të ketë një pushim një orë gjysmë ndër ku pilotët han diçka dhe pushojnë, dhe pastaj ka sesionin e dytë mbasditës. Po një të gjithë dhe ditën e dytë, por me përjashtim që ditën e dytë të diel pra 5 maj do ketë një ceremoni simbolike mbyllje ku kryetari i bashkisë dhe pjesëtari jurist do japë vlerësimet sipas ti kuptohet. E qartë, do të japë ai vlerësimet dhe le të themi do të ketë pak edhe atmosferë feste aty. Sigurisht, kam përshtypjen që do ketë shumë njerëz. Do të jetë një fundjavë shumë e bukur ndër të tjerë. Po Gradeci e mundson sepse të gjithë është shëtitore e madhe pranë Po, ka hapësirë të gjërë, është e vërtet. Unë ju uroj shumë suksese. Djem, sigurisht Glen të uroj suksese në këtë iniciativë që ke marrë për të çuar në stade akoma më të larta hobin tënd dhe të jesh profesionist i paraglidit, i fluturimit me vel. Gjithashtu të falenderoj Julian shumë dhe shpresoj që ky aktivitet shkojë më gjerë. Patjetër, ne do të mundohemi që të jemi. Të gjithë janë të ftuar dhe jam e sigurt të gjithë ata që na ndoqën në shtëpia tashmë me të vërtetë që duan të shfaqje që ata s'e kanë parë kurrë. Shiko, përgjithsisht Tirana largohet nga kryeqyteti në fundjavë. Destinacioni juaj u përcaktua. Tjetër në Pogradec. Po, tjetër në Pogradec. Tjetër mund ta bëjmë në Durrës, kështu që do t'ju vi më afër. Mirë, ju falenderoj shumë dhe suksese. Miqtë e mi, ju mos u largonin e përfunduan bisedën këtu, ndërkohë që tani do të ndjekim pak publicitet dhe do të rikthehemi sërish në Vila 24 me të ftuarit e radhës.